Me dhimbje të madhe dhe atmosferë pikëlluese, i u dha lamtumira e fundit viktimave të tragjedisë së 16 marsit, ku në zjarr shkatërrues përfshiu diskotekën Puls në Koçan. Ceremonia e varimit u zhvillua sipas një protokolli të veçantë, duke u lejuar që brenda varrezave të hynin vetëm familjarët e viktimave. 59 viktima të tragjedisë në Koçan i u dha lamtumira e fundit. Në qytetin e fatkeqësisë u bë varimi pjesës më të madhe të tyre me rituale të drejtuara nga kryepeshkopi Zotëri Stefani, të diktuara nga protokolli i veçantë. Në portën hyrëse të varrezave qëndronin priftërinjt, të cilët i lejonin prindërit dhe familjarët e viktimave. Ndërkohë një numër i madh i njerëzve ishin të pranishëm në distancë, në pamundësi për t'i u afruar varreve të viktimave, të cilat ishin të siguruara nga policia. Edhe ekipet televizive ndoqën ceremoninë sipas një protokolli të caktuar paraprakisht, me qëllim garantimin e rendit dhe qetësisë. Prezent ishin edhe ekipet të mjekëve dhe kryqit të Kuq. Ndjesie trisht edhe në Shtip, ku bë varrimi i 5 viktimave: Damian Tanevskit, Filip Ivanovskit, Filip Stefanovskit, Aleksandar Kollarovit dhe Aleksandar Arsovskit. Varrezat e qytetit ishin të rrethuara nga policia. Sipas protokolleve, mediat ishin të kufizuara në filmimin e ritualit të varrimit, ndërkohë që aksesi deri tek varret u lejohej vetëm familjarëve. Ekipet të kryqit të Kuq dhe ndihma e shpejtë ishin të pranishëm për të ofruar ndihmë. Edhe në këtë qytet kishin ardhur një lumë njerëzish të pranishëm në 3 kishat ku ishin ekspozuar arkivolet e të ndjerëve. Ceremoni varrimi për të 6 të rinjt ishte organizuar në fshatin Obleshev. Në afërsi të Obleshevës, në fshatrat Qiflik, Sokollarës dhe Zrnovci, u bë varrimi i 3 viktimave që s'arritën t'i mbjetojnë tragjedisë në diskotekën Puls. Antarët e grupit DNK u varrosën në Shkup dhe Strumic. Këngëtari i grupit Andrej Gjorgjevski u varros në varrezat e qytetit Butel, ndërsa antarja e grupit dhe profesoresha e Fakultetit të Artit Muzikor Sara Projkovska në varrezat në Lisiqe. Varrimi i muzikantit të ri nga Strumica, bateristit të grupit Gjorgji Gjorgjev, u bë në varrezat e qytetit në Strumic.